Selam aleikum hoxh, dua që të fal namazin, por diçka po më pengon dhe nuk di se çfarë të bëj. Çfarë më sugjeron të bëj? Zoti të ruajt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Amin, Allahu ju rujt edhe ju. Unë të këshilloj që të kujtosh ditën kur do të qëndrojmë para Allahut të lartësuar. Puna e parë për cilën do të pyetet robi ditën e gjykimit është namazi. Nëse namazi kalon me sukses, lehtë janë çështje tjera. Kujtoja atë ditë. Kujto momentin kur do të jemi mbi urën e Siratit. Kujto ditën e gjykimit. Kujto xhenetin, kush i fal 5 vakte i premtohet xheneti. Lidhja e robit me Zotin e gjetësisë është namazi. Vendi ku njeriu është më pranë krijuesit të gjetësisë është sejdja. Me i shtu lutjet aty, kështu na orienton profeti alayhis salam. A nuk do që ti jesh pranë Zotit gjetësisë? A nuk do që ta ruash lidhjen me Allahun e lartësuar? Atëherë, me fal namazin, mendoj këto gjëra. Dhe me lejen e Zotit gjetësisë, ka për të bë namazi i dashur tek ti. Dhe me lejen e Allahut të lartësuar, ke për t'ia filluar namazit. Allahu ta mundsoft me fal namazin. Amin.